jam Emanuela Breto, jam area menaxhere në Coca-Cola. Profesioni im ka lidhje me një afat 5 vjeçar në CCBS, por edhe me disa vite jashtë CCBS-s. Mbuloj pjesën e klientëve kryesor, ndryshe key account, një pjesë të Tiranës dhe nga Elbasani deri në Korçë. Trajnimet në përgjithësi nuk janë të nevojshme vetëm për profesionin tonë, por janë në përgjithësi për gjithë njerëzit. Aq më tepër për temat që ne zhvilluam në këtë trajnim, për negociatën dhe komunikimin, që janë shumë të rëndësishme si për zhvillimin personal, profesional, në biznes, kudo në jetë për të arritur qëllimet tona kryesore. Si gjithmonë, pozitivisht, trajnimet e Ervin Dervishit, të cilat unë ja sugjeroj si kolegëve në kompani të tjera, si miqve, biznesmenve, kujdo. Janë trajnime shumë efikase që na ndihmojnë që të nxjerrim edhe një herë ato aftësitë mbase i dim, por me kohën nuk e di, mbase i lëm pak anash. Edhe na ndihmoi shumë që të zhvillonim edhe një herë. Tema kryesore që më pëlqeu më shumë edhe ndikoi drejt për drejt unë ishte trajtimi i kundërshtimeve, që në profesionin tonë i hasim shpesh me klientët gjatë ditës, gjatë marrëdhënies së punës. Dhe me të gjitha objektivat që kishte kjo temë, na ndihmon që ne të jemi akoma dhe më të saktë në punën tonë. Do ja rekomandoj të gjithëve, jo vetëm miqve që bëjnë punën time, por edhe njerëzve të thjeshtë që nisin një biznes, por pjesën e komunikimit apo të negocimit e kanë pak problem, sepse të ardhurat mbase i kanë në favorin e tyre, por po s'pate komunikim dhe negocim, është pak problem që të ecësh. Kështu që rekomandimin do ja vë të gjithëve.